Këshim. Ishte mesazhi më i madh që u dërguat miqve tanë në Europë dhe në botë. Ishte të merri, i kallë të merri dhe datën narkodiktatorit Edi Rama, qytetar dhe qytetare. Gjatë në marshime sipër agent të infiltruar të policisë kriminale. Bravo. Mashtruan kryengritësit se në shtëpinë e ish diktatorit banon Edi Rama. Dhe kjo gjalli një revolt të pakufishme dhe bëri që ata t'i përvishën asaj banese. E gjithë beteja ishte shpërthim urrejtje ndaj Edi Ramës dhe jo ndaj ndërtesave. Por Edi Rama nuk banon të aty miq. Edi Rama banon të tek vile me Mesheut. Prandaj Edi tani fut jo një agent, po dhe 120 agent po të fusish, nuk do mund të devjosh ma. Të dim ku je, në Surrel ose tek vile me Mesheut. Kjo është e vërteta. Për sqarim, për të tjerat, ju i pat vetë. Madhështin e protestës tonë, e revoltës tonë paqësore, rrugaçrik e Ilir Prodës dhe Sokol Bishgës, 2 vasal mercenar të Edi Ramës, të cilët do kenë fatin e tij. Arritëm një rekord të ri në protestën tonë. Çka do thot, asgjë s'ta ndal ne pa hedh Edi Ramën aty ku e meriton. Denoj me forcën më të madhe. Dhunën jashtë çdo lloj shkaku të përdorur ndaj protestuesve. Me urdhër të Edi Ramës,